filologjia, më lejoni për termin e rand komuniste, fatisht, do ta përmendë sepse ai ishte. Dhe ndërthojë por termi rand fatisht me përdor, por filologjia kërkonte se s'bën ta çonte buzukun drejt protestanizmit. Por pa u mbështet në faktorët të brendshëm të librit, që do thotë, një protestant nuk beson në shenjtë. Do ta ditë ai, por nuk e dishin. Ai thotë Shën Xhobit, buzuku i lutet Shën Xhobit. Shënmërinë e ka lutjet e shënmërisë. Ato nuk i njohin protestantët. Pra i hidhin publikut ushqim mushur me tridhime nga më të ndryshmet, pa mbështetur në asnjë fakt shkencor as teologjik. Pra kjo është arsyeja, kjo është shumë e rëndë fatisht që ka ndodhur. Po ato kanë bërë me vidijet plot për të lanë sa më ignorant njerëzit. Kjo është në çudi e madhe regjimit i bën këtë punë. Do të them diçka dhe vëzhguesi i mësishëm i problemeve filologjike. Ajo që unë do të them faktikisht, unë kur e kam nis me një marrëdhënie humaniste, pra kam dashur që jo të vetë dukem, po të bëj një punë e cila të shërbejë të tjerëve. Dhe kur i kam bërë Germot, faktikisht nuk e kam ditë vëshësi, shkallën e vëshësisë, dhe këto pa disa aventura me hidarës nuk më bëhen. Po s'keme pak aventurier, këto punë nuk bëhen. Unë qëllimin kryesor e kam që me këto Germot merren studiusit, jepin studiusit, universitet pa diskutim, po vendi unë aty kam punuar gjithë jetën, domethënë është pa mujtë domethënë që unë të mos mendoj për universitetin, domethënë. E gjë e parë që unë bëj aty më shkon mendja. Por problemi është që duhet me dhanë secilit hakun, dhe universiteti duhet me kuptuar që kjo punë nuk ka që gratis siç i shkon mendja aty në, sepse librat kushtojnë mu bë dhe ti e di shumë mirë se ke botu vetë libra dhe edhe ju publike dini se të nuk kanë kollajta. Megjithatë Vatra, siç është një pan shqiptare, e ka dhënë një shembull mjaft pozitiv se në këtë drejtim, se si mund shkohet drejt bërjes së mirës private një e mirë publike. Kjo është një mirë private, ti mos i bindun kur kam botu këtë libër, thotë po siç e kanë Alfons Grisha, ky tjetri nuk kishte botu. Ky libri i dytë nuk kishte dalë pa një inkurajim miqësor ti miku këtu që kam përballë. Sepse më dogji fort kur sponsorizuesi i librit parë më tha po të sponsorizoj dhe nuk e sponsorizoj. Dhe lek nga xhepi unë me ata rroga që kemi ne çuçare, ne nuk mund të botojmë libra. Dhe Fonsi u tregu i gatshëm, lodhi miqtë vet, ato u investuan dhe dolën libra të dritë. Pa duhet një farë investimi serioz për të mirën e përbashkët. Se unë mas 10 viteve, ose mas unë duroj që titoj sa më shumë, vitet e kam bërë punë e vetë. Ndryshimet janë nga këndvështrimi i studimit. Këndvështrimi i studimit që unë kam bërë, faktisht lidhet, e kam vizituar me Lisandrin, unë preferoj të shkoj nga faktet tek hipoteza dhe përmes hipotezat të prodhoj faktet tjera, ose të zbulojmë faktet tjera. Nëse ne nisim nga hipoteza për shku të fakti, mundësit janë shumë të vogla që shkojmë deri te fakti. Pra është diferencë metodike e kërkimit të faktit shkencor, por nëse dojmë të dimë është çështje metodës, siç thotë René Descartes. Metoda që unë kam përdorur, që jam mbështet nga ana metodike tek Lucia Dini është që buzuku në ofron disa imazhe, disa mundësi për t'i pa. Kurse nëse unë do të marrë me mend që këto imazhe janë, jo, do të nisim nga imazhet për të zbulu autorsinë. Dhe unë mendoj që një farë sotje kemi dalë në këtë aspekt. Kurse ndryshimi tjetër është që unë shikoj, i kena zbardh faqen Buzuku, se Buzuku ka pas, po me pa është zisi tekst për shembull, ata shohim pak i fije, ta lexojmë bashkë ne këtu, këtë faqe. O Zot, e ndiglo oratën teme. O Zot, ndëgjoj oratën teme. Unë kam bidë që secili për jush po ta lexojnë, e marr vesh e lexon. Em tu art zaniem, e tek ti art zaniem. A ka në gjë që s'marrët vesh tu? Bekojmë të nëzon, ti nëzon birë, Zotin tonë birë, shpirtnet e të parve, ue shparve. E kjo simboli këtu, shikojmë këtë si kjo simboli këtu, është shkurtim për per, latinisht.
kur e kanë transideru ose transkribu, kanë thënë për. Por kjo është simbol që është P-E-R, per. Natyrshëm të tradita gege, e cila sot e kësaj dite, dhe me thënë deri te fishta që është më mbrëmje, më fisht, normalisht e kanë me per. Nuk e kanë me ë, sepse e tillë ka kanë mënyra artikulimit, mënyrë ka kanë, po themi, i ndërtuar sistemi fonetik. Çka është re në këtë studim? Mendimin tim është që kjo për herë të parë bëhet një studim radikal i vizualitetit të buzukut, i ksilografemave, i kryegermave, edhe që po i prezentohet publikut për herë të parë ideja e një frontispici që është i ngjashëm me komedinë hynore të cilën e përmendi profesor Vincenci pak më herët. Deri te koha e Lucia Nadine dhe profesor Vincencit nuk kanë qenë temat të cilat janë diskutuar në traditën studimore shqipe. Janë marrë me probleme gjësore etj. Pra që janë përgjigj kohës, edhe këto ndoshta nuk është me vend me gjyku kërkan, ato aq kanë pas, me thënë, mundësinë e kontributit si qa bej me shokët etj. Mos harrojmë ai ka qenë të punu në një sistem diktatorial edhe mundësit, nuk ka se i ka pas, po themi, si që janë sot metodat moderne për me dash me zbulu në për arkivat nërshme, hina artison, janë online, etj. Ndoshta kjo ndoshta shpëtoj, kisha me thanë, por u kisha me dash me ba një pyetje këtu në këtë rast, në kanë që kjo është me u marrë me libra të rrallë, është si punë e vështirë, as më tepër me ksilografinë, me gjetë germat, me identifiku. Pse mit nevojën me i kushtu kaq vite punet kësaj vepre, kur në psikologjinë e lexuesit sotshëm shqiptar sunon ideja që fishta e Lahuta Marksisja është një 89 vjeçe, pra të marrë parasysh 1937, është i pa kuptueshëm. Çka ju ban ju me besu që Bozuku është i kuptueshëm edhe Meshari është 471 vjeç? Unë në fakt mendoj që edhe populli jonë do të ecë në rrugën e popullit zhvilluar. Nuk ka një popull në Evropë që kryeveprën e vet letrare, për themi italian Danten, që publikut mos i mësohet edhe për dhunë gati, nga 8 vjeçare deri në shkollët mesme, vepra. Nuk është ka nga Rolandit të frëngjisht, nuk ka shans, më thanë. Në gjuhën kultura angleze, Chauceri, edhe pse është i vjetër, nuk ka shans të mos studiot, Nibelungenlied në kulturën gjermane. Ne duhet t'i ofrojmë në studentëve, në nxënësve, në shkollët mesme, në studentëve përgjithësi shkollët lartë, duhet t'i ofrojmë mundësinë e komunikimit drejt për drejt me veprën e parë ose me kryelibrin, si e që quhen, nuk e quhen kryelibrin e kulturës shqiptare. Nuk është kryelibri i letërsisë ose i gjuhës, po është kryelibri i kulturës shqiptare. Dhe në këtë marrëdhënie ne nuk mund të përjashtojmë fëmijët tanë të arshëm, të ri të arshëm nga marrëdhënia për të zbuluar vetveten. Ne do të ndihmojmë që ato të zbulojnë vetveten. Dhe ky libër i ndihmon një farsot për të zbuluar vetveten dhe pse të harxoj kaq shumë kohë. Unë të them drejtën, unë kam harxuar shumë kohë për letërsinë e huaj. Po thosë i kam bërë lisanin këtë mirë, po thosë gjitha tekstet e letërsisë huaj. Erdhi koha më marrë me letërsinë shqipe, siç duket, në trajt aventurore, por mendoj që kemi rrit në rezultate shumë cilësore për sa i përket studimeve buzukiane. Në latin i lexohet per, në italisht lexohet per, në gjermanisht lexohet per. Kjo formë, është ikën këto që kam që të zmadojmë pak i fije, që të të bëjmë padhe. E kjo pëhi këto, me këtë shenë poshtë, me simbolin poshtë, kjo është një shkurtim për per. A shqet, a vret më pa ati? Bukur shumë. Nësë në latinisht lexojmë per, nësë në italisht lexojmë per, në frëngjisht lexojmë per, pse duhet të zot për shqip? Nga mori këtë nga konvertoj e në e. Debati u kry, dhe më thanë, ti si studius, bëj dadhimin, iku debati. Po mirë, kjo është bërë a posteriori, mos harrojmë një gjë, se dhe në kohën e Buzukut dialektet nuk ishin ndarë qartas. Kush po thotë se janë ndarë? Problemi është që unë mendoj që s'ka pas dialekte, por ka pas forme, ka pas në dialekte që duhen nga studiusit tonë, mu studiu me kujdes mall, jo me vrapune për ograja, me fol gjëra antifena e shkruan Bozuku, që është shkurtim i përgjithës publikut në predikim kur prifti i flet, i përgjithë populli. Që e përkthen amen, e shkruan amen, sepse nuk u kupton që është adeshë, kjo është, shkurtimi kjo këtu, tregon, i kjo shkurtimi sipër,
shihet para dhe mrapa, tregon që fjala është shkurtuar edhe para, po është shkurtuar edhe mrapa, dhe do të ketë se zban, ky shkurtim do të ketë një A. Kujdes, do të ketë një A. Dhe amen nuk ka ma përveç A së parë. Antifona ka A në fund. Janë shpeshherë dhe intensive, po jo vetëm të Bozuku, libri Bozuku, po të gjithë librat e kohës. Sa edhe emrat e vetë i shkruajnë, në më shkruaj me garë madh, shkruaj me garë vogël nga shtypshkruesit. Kështu që libri i Bozukut ka intensitetin e gabimeve që kanë librat e kohës. Pra nuk mund të kërkojmë përsosmëri tek një botim i vitit 1555. Por ai në mundson ne që të gjejmë burimin e fjalëve tona të rëndësishme e të kuptojmë se si njeriu i 1500 ka folur po si ne. Kemi 3 sisteme leksikore. Sistemi i parë leksikor është latinisht, që ka fjalë latine, ka fjalë italiane ku tregohet që folsi është një gjendje gjuhësore që mes italishtës dhe shqipes, dhe dominon shqipja si tekst. 80% e tekstit është shqip. Po, latinisht pjesa referuese dhe treguese dhe kur orienton pristin në mesh, është latinisht, kurse në fjalë italiane janë fjalë kur ai predikon dhe është në një gjendje gjuhësore që ky duhet të jetë, mendimi jam, kjo është hipotezë, nga fakti nisim të hipoteza, që Bozuku është i brezit dytë i lindur në diasporë. E gatron fjalët e huaja me shqipe se s'mund të më thallë si që nga të rëdhë ju, që thonë gjysë fjalë shqip, gjysë anglisht. Në kuptoni? Brezi i dytë. Kjo është gjendja gjuhësore e tekstit. Ai nuk ka pas kohë shumë për ta lëmu, sepse thotë kam punu shumë, isha distanca, unë bana sa mujta, ju bani po mujtët. E thotë këtë, unë bana sa mujtë, ju bani po mujtët. Kështu që kaq kjo është gjendja që paraqit në libër, nuk është çështje tjetër. Me lidhje me Bozukun, ato gjuhëtar, unë mendoj të vitet, po thoni për 72-shin, ato është thanë se ishte gjithë përfshirëse. Unë po të them disa gjuhëtar që s'kan marrë pjesë që ishin shumë më të mirë nga ato që ishin aty. Për shembull, po të marr Nabek Resulin, që në 58-ën bën transliterimin e veprës Bozuku me Adze Valentinin, 10 vjet para Çabejt. Nuk ishte aty. Aty s'ishte Reskuliçi. Aty s'ishte Martin Camaj. Gjuhëtar racet, jo më po flas për gjuhëtarët e racës, jo për gjuhëtar mësuesa katundë që ishin aty të marrin pjesë. Se unë di dhe kush ka marrë pjesë dhe i kam për fat mirë dhe të keq dhe i kam njoft. Edhe kam punuar me to. Dhe ajo fatkeqësi kombëtare që ishte e 72-shit një farsojt, e cila u përpoq me pas disa rritje dhe që gjuhëtarët kosovar nuk e di e pranunën. Unë nuk mendoj të thënë që i dha zgjidhje, përkundër i ka krijuar probleme shumë të mëdha. Unë do të them diçka. Nuk shoh asnjë speaker televizori sot kombëtar që është në gjendje të flasë gjuhë letrare. Kam me borx unë marrësh një frazë 2 minuta, kam me borx me gjithë 15 gabime nga secili speaker. Pse? Se u krijoi një gjuhë artificiale e pa aftë për ta riprodhuar. Njëri flet skarparçe, tjetri flet vlornjaçe, tjetri flet shkodrançe, por ama në timbër për të prodhuar siç ndodh në Itali, që ai që flet gjuhë letrare nuk ka dallim nëse është nga Palermo, nga Milano apo nga dikush tjetër, por flas gjuhë letrare të mirë pranuar nga gjithë, kjo nuk ka ndodhur në gjuhën shqipe. Se cili do të jetë fati i kësaj marrëdhënie me standardin, i cili nuk është në gjendje, po ju them edhe sot, që nuk ka leksik të cilin nuk mund ta futesh në asnjë fjalor. Kanë bërë gjoja i fjalor të madh, por atu kanë harruar që fjalori është filozofi, është mendim, është kulturë. Fjala është pafundi një kulturë, nuk mund të bësh një fjalor thar morfologjikisht.